4 prill. Perëndia na forcon përmes të tjerëve. Simon, Simon, ja, Satani ka kërkuar t'ju shosh ashtu si shoshet gruri, por unë jam lutur për ty që besimi yt të mos mpaket, dhe ti, kur të kthehesh, forco vëllezërit e tu. Luka 22, 31-32. Çfarë mund të themi për 10 apostujt e tjerë, pa përfshirë Judën? Satani do t'i shoshte edhe ata. A u lut Jezusi për ta? Po, u lut. Por ai nuk i kërkoi atit që ta ruante besimin e tyre, njësoj si që ruajti besimin e Pjetrit. Atë natë, Perëndia ja theu Pjetrit krenarin dhe sigurin të vetja në mes të agonisë të shoshitjes së Satanit. Por Perëndia nuk e braktisi Pjetrin. Ai e ktheu, e fali, e ripërtëriu dhe e forcoi besimin e Pjetrit. Tani misioni i Pjetrit ishte që të forconte 10 të tjerët. Dhe ti, kur të kthehesh, forco vëllezërit e tu. Jezusi siguroi inkurajim për të 10-tët, duke siguruar së pari për Pjetrin. I forcuari bëhet forcues. Këtu ka një mësim të madh për ne. Ndonjëherë Perëndia do të merret drejt për drejt me ty, duke e forcuar besimin tënd në orët e para të mëngjesit, në kohën kur të gjithë të tjerët janë në gjumë. Gjithsesi, në të shumtën e rasteve, mund të themi 10 në 11 herë, Perëndia e forcon besimin ton nëpërmjet një personi tjetër. Perëndia na dërgoi një Simon Pjetër, i cili na sjell fjalën e hirit, për të cilën kemi nevojë që të këmbgulim në besim, një lloj dëshmie e cila na tregon se si të qarat mund të vazhdojnë një natë, por në mëngjes shpërthen një britmë gëzimi. Psalmi 35. Siguria e përjetshme është një projekt në komunitet. Sa herë që Perëndia të ingurajon zemrën me premtimin se besimi yt nuk do të dështojë në shoshitjen e Satanit, atëherë inkurajohu dhe dyfishoje gëzimin tënd, duke e përdorur për të forcuar vëllezërit e motrat e tua, me po atë forcë që të forcojë ty.